sa më shpejt, aq më mirë, ne do të përpiqemi për sa më shumë bashkëpunim me opozitën sa i përket zgjedhjes presidentit. Ka nevojë që të përfundoj sjellja refuzuese e opozitës. Kryeministër, a planifikoni një koalicion për formim të gjitha institucioneve apo një bashkëpunim vetëm për çështjen e presidentit, edhe në cilin do rast me kë e preferoni bashkëpunimin me cilat parti? Tash është duke u përmbyllur procesi i numërimit të gjitha votave. Andaj le të presim këto ditë, nuk e di a do të ketë ankesa, bëhet certifikimi dhe natyrisht që ne jemi të interesuar që pa humbur kohë të hymë në fazën e ardhshme, që është konstituimi i institucioneve të legjislaturës 11, sa më shpejt aq më mirë, por natyrisht ju e dini që për çështjen e presidentit, zgjedhjes së presidentit ose presidentes, ne këtë nuk mund ta bëjmë vetëm, për shkak se nevojiten 80 veta aty në sallë në quorum, në bazë të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese që t'ju them drejtën ka pasur shumë interpretime kritike kredibile, sepse ne dim që gjykata kushtetuese nuk do të duhet ta rishkruaj kushtetutën, as ta amandamentoj atë, por do të duhet vetëm ta interpretoj. Dhe ne kemi pasur shumë shembuj kur kemi pasur një lloj aktivizmi juridik, por ndodhemi tash në këtë rrethon dhe neve na duhet bashkëpunimi. Ne do të përpiqemi për sa më shumë bashkëpunim me opozitën sa i përket zgjedhjes presidentit apo presidentes. Nuk kanë munguar ofertat në kaluar nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive, por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshojë qasja e opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime, nuk do t'i kenë më pjesë të identitetit që na bëri t'i quajmë blok opozitor, sepse keni parasysh, ofruam bashkëqeverisje, thanë jo. Me 15 deputet ofruam 4 ministri dhe zëvendës kryeministrin e refuzuan. Pastaj ofruam rokadën midis pozitës së presidentit dhe kryeparlamentarit, një herë LDK-ja, pastaj PDK-ja, dyja refuzuan. Ne vazhduam më tej duke ofruar që të votojmë presidentin e propozuar nga opozita, le të na i sjellin 3 propozime, ne jo bëjmë edhe në nënshkrimet edhe votat, prap refuzuam. Dhe në fund edhe liderën e shoqërisë civile, doktoreshën Feride Refushiti, refuzuan. Pra, e kuptoni, për të ecur përpara, ka nevojë që të përfundoj sjellja refuzuese e opozitës. Ndërkohë që ne e kemi në karakterin tonë si lëvizje, prej se ekzistojmë, jemi bëj 21 vjeç këtë muaj, që t'jemi edhe njerë për rreth e kësaj kreativ, konstruktiv, aktiv. Po e potencoj që ecja përpara varet ekskluzivisht prej asaj se partitë e opozitës a do të ndryshojnë qasje e sjellje.